Alba Story prezanton. Përshëndetje, unë quhem Zana. Jam një grua që për ata që më njohin, e din që kam pasur gjithmonë një imazh shumë të mirë. Kam qenë e sjellshme me të gjithë, kam folur me kujdes dhe kam respektuar çdo njeri, dhe kam qenë një grua familjare perfekte. Por pas kësaj fasade të hekurt, unë kisha një problem shumë të madh që më gërryente për brenda çdo ditë. Kisha xhelozin. Isha një natyrë jashtëzakonisht xheloze kur vinte puna tek burri im. Kjo gjë më mundonte aq shumë sa që shpesh ndërtoja skenare në kokën time pa pasur asnjë arsye të vërtetë. Nuk e tregoja kurrë në sytë e njerëzve, por brenda shtëpisë isha gjithmonë në gjendje alarmi. Burri im kishte një mik shumë të mirë. Ata njiheshin prej vitesh dhe ruanin një miqësi të ngushtë bashk. E ky miku i tij ishte i martuar me një grua që quhej Sara. Sara ishte një grua tepër e pashme, shumë e bukur, e mbajtur e me një stil që binte në sy. Kur e pash për herë të parë, ndjeva një pasiguri të madhe, dhe pikërisht aty filloi problemi im i vërtet. Burri im filloi të shkonte shumë shpesh tek shtëpia e mikut e tij. Gati çdo pasdite pas pune, ai gjente një justifikim. Herë thoshte se kishin për të biseduar për një punë, e herë thoshte se i duhej ndihmë për diçka në shtëpinë e mikut, apo thjesht për të parë një ndeshje. Nga ana tjetër, miku i tij dhe Sara vinin shumë rrallë tek shtëpia jon për vizitë. E kjo disbalans më bëri të mendoja më të keqen. Pse shkonte kaq shpesh atje? Fillova të dyshoja seriozisht se mos burri im kishte një pëlqim për Saren, gruan e mikut e tij, apo ndoshta me kalimin e kohës kishte nisur edhe një lidhje të fshehtë me të. Fakti që ajo ishte shumë e bukur më bënte gati të çmendesha nga xhelozia brenda shtëpisë sime, e nuk duroja dot idenë që ai kalonte kohë në të njëjtin ambient me Saren. Nuk mund të rrija me duar kryq. Vendosa që të merrja situatën në dorë dhe të zbuloja të vërtetën. E për ta bërë këtë, më duhet të isha sa më afër tyre, pa lënë dyshime. Fillova të afrohesha vetë me Saren. I shkruaja mesazhe, e ftoja për kafe nëpër qytet dhe fillova të shkoja shpesh tek shtëpia e tyre me justifikimin se doja t'i bëja shoqëri. Zëre se u bëra shoqja asaj, e gjatë atyre vizitave unë isha gjatë gjithë kohës në vëzhgim. Shikoja se si fliste burri im me atë kur ishim të katërt bashk, dhe shikoja se si sillej ajo me burrin tim, e ku i mbanin telefonat apo çfarë shikime shkëmbenin. Kërkoja me ngulm një provë, qoftë edhe më të voglen, për atë tradhti që e kisha krijuar vetëm në mendjen time, por që nuk ekzistonte vërtet. Por gjatë atyre diteve dhe javëve që unë rrija aty për të shikuar dhe vështruar burrin tim, ndodhi diçka që nuk e kisha parashikuar kurrë. Ndërsa unë kisha syt tek burri im dhe Sara, miku i burrit e kishte mendjen krejt diku tjetër. Ai filloi të më kushtonte një vëmendje shumë të madhe mua. Në fillim ishin gjërat e vogla, bisedat e zakonshme në sallonin e tyre, kur të tjerët merreshin me diçka tjetër. Por me pas,
sjellja e tij filloi të bëhej më e theksuar. Kur Sara nuk ishte aty, shkonte në dhomë tjetër apo në kuzhinë, ai gjente gjithmonë rastin të me fliste vetëm për vetëm. Me shikonte me një vëmendje aq të madhe, siç e themi ne të përditshmen, dukej sikur do me hante. Kjo vëmendje e tij ishte një e papritur e madhe. Unë kisha shkuar atje për të ruajtur burrin tim, por tani u gjenda në një situatë ku po merrja gjithë interes të madh nga miku i tij. E pak nga pak, ato mendimet e mia për burrin dhe Saren filluan të zbeheshin. Unë nuk kisha gjetur asnjë provë për ta, por kisha gjetur krejtësisht diçka tjetër. Xhelozia që po me hante për brenda, më përpara, u zëvendësua plotësisht me një ndjesi të re dhe të papritur. Fillova ta pëlqeja mikun e burrit. Me pëlqente se si fliste me mua. Me pëlqente ai interesi fshehtë dhe ajo vëmendje që me jepte sa herë ishim afër. E dija që ai burr kishte diçka të veçantë, pasi që Sara ishte përrallore, ishte tmerrsisht e bukur dhe e dija që gjithë ajo femër s'do rrinte kot me këtë burr, po mos të kishte diçka. Çdo gjë ndryshoi aty. Tani unë nuk shkoja më tek shtëpia atyre për të ruajtur Saren, por shkoja sepse doja ta shikoja atë. U bëra unë ajo që gjente arsye për të mbledhur e për të pirë kafe bashkë, sepse doja të shihja mikun e burrit. Një pasdite e kisha lënë me Saren që të pinim një kafe të dyja tek shtëpia e saj. U bëra gati, dola nga shtëpia ime dhe shkova drejt shtëpisë së tyre. Trokitën e derë ashtu siç bëja gjithmonë. U dëgjuan ca hapa të rënd nga brenda dhe dera u hap. Por përballë meje nuk ishte Sara. Ishte burri i saj. Ai ishte vetëm dhe po rinte i mbështetur tek pragu i derës. Ku është Sara? E pyeta unë, duke qëndruar jashtë në korridor përpara shtëpisë. Nuk është në shtëpi, më thaj me një zë të qetë. Ka dalë jashtë për ca punë. Dhe sa po mora të kthehesha dhe i thash jo unë po iki, atëherë me që nuk është Sara këto, do të vinë ndonjë ditë tjetër. Eja brenda, më thaj, eja se nuk të kafshoj. E fjalet e tij ishin shumë të drejtë për drejta dhe po thoshin atë që ne e dinim prej kohesh, por që nuk e kishim shprehur kurrë. Maksimumi, më tha ai, maksimumi që mund të ndodhi është që mund të puth, por nuk të ha, këtë të siguroj, shtu që eja brenda, më tha ai. Unë e dëgjova me vëmendje, e dija shumë mirë se çfarë po ndodhte dhe nuk kisha me asnjë lloj frike apo hezitimi për të vazhduar atë lojë që vetë kisha nisur prej kohesh. E shikova duke qeshur, kafshova pak buzën dhe i thash, sa për një puthje zbëhet nami, dhe u futa brenda në korridorin e shtëpisë. Sa po kalova pragun, ai shtya derën e jashtme me këmbën e tij dhe ajo u mbyll me një herë pas meje. E unë mbeta me shpinë e mbështetur plotësisht pas derës së drurit. Ai erdhi plotësisht përballë meje dhe vendosi një dorë mbi sipërfaqen e derës e pastaj edhe dorën tjetër, sikur më rrethoi me duar. Ofroi dhe kokën dhe filloi të më puthte në buzë. E pastaj filloi të ulej drejt fytit dhe drejt. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëjeni subscribe.